Kështu që tani kush na bën të fortë? Edhe po flas për të fortë shpirtërisht, nuk kupton, e di që nuk po ke kuptuar. Kur bëhet fjalë kush na bën të fortë, është besimi tek Ungjilli edhe të mësuarit të asoj që kemi besuar. A do të bëhesh i fortë në besim? Bibla është i vetmi libër që do të të ndihmojë ta njohësh vetën e gjallë edhe të rritesh të bëhesh i fortë në besim. Shkruajtë problemet halë do të vinë në jetë. Nuk i shpëton, si besimtare dhe jo besimtare. Nuk është se po për besimtare s'do kesh halë dhe probleme. Mos të mos të rrej mendja që po bëre besimtar edhe nuk do të kesh halë dhe probleme. Do të kesh halë dhe probleme. Në qoftë se dikush të ka thënë, hajde në kishë, besoj Jezusit edhe nuk do të kesh asnjë, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Hallet edhe problemet, shqetësimet, sëmundjet, vdekjen, do t'i kesh. Po tani nuk do t'i përballosh vetë. Nëse a beson jetën e Jezusit, nuk do t'i përballosh vetë. Nuk do t'i jesh duke ecur vetë, po do t'i jesh duke ecur me Perëndinë që do të fitimtar, që fiton. Kështu që kjo është e para. E dyta është kjo, që si të ecëm të panikundur, e vërteta do të na ndihmojë për të qenë të panikundur edhe kur të në formën e ndryshme. Kështu që si të